Jani Aliaj e dënuar me burgim të përjetshëm në mungesë për ekzekutimin e Elton Çiços, krimi i vitit 2016 në Tiranë, u vra në burgun e Korrillados në Greqi, ku mbaj arrestuar. 49 vjeçari nga Tepelena, emër i njohur në botën e krimit, u qullua për vdekje me thirr nga një burgosur grek i dënuar për jetë, teksa ka dalë në ajrim, raportojnë mediat greke. Autori është një 28 vjeçar grek, i konsideruar vrasës me pagesë, i njëjti që në 18 gusht të vitit 2025 ekzekutoi Artur Bashimi në Greqi. Ky i fundit një ish i dënuar për vjedhje, dyshohet se u ekzekutua si shenjë hakmarrje pasi vëllai Marcel Bashimi është i përfshirë në krime të rënda në Greqi. Në një prej ngjarjeve vëllai Marcel Bashimit rezulton bashkëpunëtor me Bledar Jambellin dhe Kristaq Lecin, të kërkuar në Shqipëri për vrasjen e komisarit Artan Cuku në Tiranë. Në këto kushte autoritetet greke kanë dyshime për një kontratë vdekje edhe për 49 vjeçarin Aliaj. Dyshimet janë se ekzekutori i tij është porositur nga jashtë burgut dhe krimi është i paguar. Jani Aliaj u arrestua në Greqi në dhjetor të vitit 2024 në një identitet të rem. Autori dhe viktima, të dy nga Tepelena, kaluan nga amnjësia në armiqësi për shkak të një vrasje në vitin 2000, kur Jani Aliaj vrau një shok fëmijërie të Elton Çiços. Saga e hakmarrjes që pasoi mes dy grupeve ka lënë pas disa viktima në një seri atentantesh në Greqi e Shqipëri. Aliaj ka qenë të paktën 3 herë shënjesër e përpjekjeve për ta vrarë, deri natën kur ai u shfaqi maskuar dhe ekzekutoi rivalin me 2 plumba në mes të një lokali ku ishte bashkë me disa persona. Ai arriti të largohet nga vendngjarja, por u identifikua nga gjurmët e ADN-s që la në një cigare pranë vendit të ngjarjes. Gati 9 vite pas vrasjes së Elton Çiços, u kap në dhjetor të 2024 në Greqi, ku fshihej në identitet të rrem dhe një pamje të re krejtësisht të ndryshme nga ajo që mbaj mend. Bazuar mbi dënimin e burgim të përjetshëm, autoritetet kishin nisur procedurat e ekstradimit, ndërsa drejtësia konfiskoi pasurinë e emër të Jani Aliajt dhe familjarëve të tij.